Ju përshëndes, mirë se erdhët në Rezedielli, takohemi drejt për së drejti në programin që shoqëron dhe ju mban të stacionuar para ekranit të Report Televizion nga ora 9 deri në orën 11. Jemi sot me receta të reja, kemi një aktor të vogël që do të na gatuaj aty me Albanën, do të kemi informacione të shëndetit për gjendje të ndryshme shëndetësore, siç është kolesteroli, ka shumë i përfolur për vlerat e tij, frikën që kanë njerëzit, ushqime, dietat më të mira natyrale për ta luftuar kolesterolin. Do të jemi me Altin Jokën, ku do të flasim gjithashtu edhe për konsumimin e vezëve. A duhet të konsumojmë ato në mënyrë të përditshme, cilat janë përfitimet, vlerat nga konsumimi i vezëve dhe padyshim sipas moshave, grup moshave apo edhe gjendjeve të caktuara shëndetësore, sa e rëndësishme është konsumimi i tyre në përditshmërinë tonë, edhe pse kemi përmendur, flasim shpesh për to, kemi pikpyetje të tilla, po ta lidhim edhe konsumimin e vezëve me kolesterolin, kështu që na ndiqni për të marrë informacione dhe këshilla në lidhje me këto problematika që unë përmenda. Tani do ta nisim punën më një herë në Guzhishkëm, së bashku të fillojmë me përgatitjet e recetave. Mirëmëngjes. Gati me përbërësit, gati për të gatuar dhe për t'ju shoqëruar në një orë të këndshme, gatimi, sugjerimi, shije, ndërthurje me radhë. Çfarë gatuajmë sot? Një byrek me mish të grirë dhe me qep. Me petë gatshme, gjë që unë petët po i sistemoj në bazë të formës së tepsisë. Petët e tjera që mua më teprojnë, patjetër që do vendosen në mes, i marë, i pres, s'kam thikën e duhur dhe marë një thikë të duhur, dhe mbushin e kemi përgatitur. Kam mishin e grirë qepën. Unë vendos gjithmonë mishin e grirë, sepse mishi i grirë do kohë më tepër se sa qepa, derisa zbutet dhe si, kur kokryzohet mishi i grirë. Vendosim qepën, qepa e grirë shumë mimët, shtojmë ujin edhe vajin e shtojmë bashkë. Më pas, shtojmë kripën, piperin e zi piper të kuq, e do pak piper të kuq, por është gjithmonë opsionale. Te kerzat, në bimët aromatike si të doni ju, unë nuk kam shtuar asgjë, sepse dua të kem thjesht shijen autentike të mishit të grirë dhe të qepës. I pres... Që është një kombinim i shishëm dhe i vlefshëm për këto. Çfarë është mirë? Është mirë, gjëja më kryesore, është mirë që të kemi gjithmonë përzierjen e dy mishrave. Pra, nëse unë kam mish viçi, mish shingjë është e duhur, mish deri, mish pule është e duhur. Këto dy kombinime sepse janë mishra të bardhë ose dy mishra me yndyrë. Është e njëjta gjë kur ne duam të bëjmë qofte. Po. Kombinimi i dy mishrave, sepse kombinimi i tre mishrave na shkon shumë më tepër. Po të paktën te qofte, janë gjithmonë kombinim, po, janë kombinimi i dy mishrave. Është masa e kokryzuar, por nuk mund të ishte edhe pakës gjalp, ishte edhe pakës gjalp që të kem shihen akoma dhe më perfekte, sepse kam shuar shumë pak yndyrë. Ja. Thahet ajo nga mishi. Derisa të marri këtë, po. Më duhet të ketë pakës lëng, sepse këto petët që unë i kam dhe është një mbretësirë që i quhet paçavure, jo më kot, janë petë për shembull që bëhen për festa, që bëhet baklava dhe teprojnë, dhe këto i shtohen. Marr normalisht një tavë të cilën rumbullake që kam dhe në bazë të petave. Shtoj yndyrë dhe petët një nga një. Nuk më mjaftojnë vetëm petët, por në fund fare për ta finalizuar dhe për t'i dhënë atë shijen e duhur, unë shtoj një vezë, i kemi vezët O-Vital, të kuqit të bardha, mos i të dëshiroj zemra juaj mjafton O-Vital atje, edhe ja. Njësoj janë të vlera, se isha duke u përgatitur për këtë temën e vezëve, ndryshon thjesht raca e pulave, por që vlerat aty brenda në ka apo s'ka janë njësoj. Si te vezët e kuqe me lëvosh, të kuqe pra si të bardhat. Pra, shtoj edhe petat e prera në fetëza. Prap yndyrë. Marr një lupë për të shtuar
gjysmën e masës që kam. Ta ta bëjmë me 2 shtresa. Me 2 shtresa, sepse... Ja. Për një herë, zbuten. Shprejmë dhe petat e tjera. Dhe ndërkohë së bashku, përmbledhim përbërësit e byrekut me mish të grirë dhe qep. Kush e dëshiron këtë shije, ja rikujtojmë për ta përgatitur dhe për ta sjellë, themi, s'kemi gatuar ndonjëherë. Kemi kohë byrek me mish të grirë dhe me qep, të vi pas e sezoni i domateve të freskëta, përsëri domate dhe qep është një kombinim fantastik në byreket tona, qoftë me peta të hapura vetë apo me peta të gatshme. Ndërkohë, kjo recet kërkon 500 gram pet të gatshme, 400 gram mish i grirë, 3-4 qep mesatare, gjalp ose vaj ulliri të dyja bashk, 100 ml ujë ose lëng mishi, një vezë që është opsionale për lyerjen e sipërfaqes, krip, piper i zi, rigon dhe bimë aromatike sipas shijes. Ja u lexova shumë ngadalë që t'i shënoni të gjithë përbërësit. Shtresa e dytë është kjo. Atëra. Sërisht një shtresë. Ansoret mirë. Nga 2 pet. Njomin pak vaj. Shtoj sërisht 2 pet. Peta e fundit. Tek peta e fundit, jap rëndësi më tepër detajeve. Po, edhe anës estetike, si të thuash, kur e Atëherë. mbulon dhe Kam jep një vezë. ngjyrë. Tek qumshti, ja të marrë dhe një gotë më saktë. Po. Ja, kam lënë këtu. Kjo shtresa e sipërme është shumë e rëndësishme. Se të gjitha proceset janë të rëndësishme, por akoma më e rëndësishme është dhe mënyra se si e pjekim. E verdh, kompakte. Pjesa e bardhë e vezës që lidh, që më shtjell, ka një ngjyrë të bardhë të duhur, gjë që e dim që të gjithë pjesa e sipërme, që është dhoma e ajrit të veza, duhet të ketë të paktën duhet të ketë një gisht, të ketë lirshmërinë, ajo ne na duhet. Unë shtoj pak ose fare krip tek veza dhe patjetër që do të shtoj edhe një mas qumshti që të bëhet akoma dhe më shije, sepse kur themi tradita ka pak përbërës dhe shumë shije. Marr një furç, e lyej për atë ngjyrën e bukur dhe po ashtu edhe një për zbutje traktën e krokante. petës, sepse petët që janë të gatshme e dim shumë mirë që nuk janë, forcohen paksa. E pres thjesht sa gënjej veten që e pres. Dhe pse nuk është thika e duhur, Thjesht ati japi atë sepse thikat e mira e ndarjeve të byrekut. i kanë marrë se janë dashur. Atere, bëjmë 4 orkat, gjë që unë thjesht e tregoj, sepse po s'pate thikën e duhur, s'kemi qa bëjmë, dhe e shtoj këtë masë.
të gjithën, që ajo të depërtoj deri në thellësi. Pra me përbërësit që lexuam, me një pak opeta që asnjë pet nuk shkon dëm, edhe ato anësoret që ju i prisni, sepse mbas edhe në tava më të mëdhaja nuk do kenë nevojë që t'i presim, por ne zgjedhim që të gatuajmë në porcione pak më të kufizuara. Përbërësit janë për 4 persona, 5 persona, megjithse familjet tona deri në atë numër kanë përfunduar, 4 persona nga 7-8 persona në familje më të vogla, për shkak të shumë faktorëve që nuk është momenti që ti diskutojmë. E marr, e vendos në furrë të parangrohur 200 gradë, po. Dhe për 35 minuta ju e keni gati. Kemi gati byrekun me mish të grirë dhe me qep, ndërkohë gati është dhe mesazhi promocional që do të na rikthej këtu me një personazh që është shumë i apasionuar pas aktrimit, ai është Odis Toska. Erdhëm, jemi 3 në kuzhinë tani, siç e shihni. Kemi një shef të vogël kuzhine. Mirë se erdhe Odis Toska. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën. Si do që të prezantoj? Si dëshironi. Aktori Odis Toska, të pëlqen, të ri mirë? Patjetër, kënaqësi. Kënaqësi, ke kënaqësi. Tek filmi më i fundit me Fat, apo jo, që është dhënë nga data 12 mars, premier, dhe ti luan një rol aty, si kundër ke marrë pjesë edhe në shumë filmat të tjerë, i aktivizuar si personazh, i rëndësishëm po ashtu, ke spikatur, do na tregosh pak për veten tënde, por na thuaj fillimisht çfarë do gatuash, se ne prandaj të kemi ftuar dhe do të zbulojmë edhe diçka më shumë për pasionin tënd për aktrimin. Atëherë, mendoj të gatuajmë petulla me kos dhe vezë, janë ushqimet e mia më të preferuara. Kush t'i gatuan ty në shtëpi këto? Atëherë, në fillim shikoja mamin duke i përgatitur, por tani kam filluar t'i bëj edhe vetë. T'i ndihmoj, po. Bravo. Do na i tregosh dhe për bërësit, se ne vdesim për petulla, me thënë drejtën. Patjetër. E kemi mendoj që tash, a do të thotë Riri të Albana më thoni di vetë, Riri. Do në është i ftuar i parë që unë nuk vë dorën fare për ta ndihmuar. I gatuan vetë. Atëherë, përbërësit janë një vezë, një got ujë, një got kos, 2 gota miell, vaj dhe gjysëm sot buke, gjysëm bygo pra. Ja u tha Odisi recetën. Ata pëzini që kuna ma të gjithë është kjo, por se zakonit. Të gjithë përbërësit në tas, ne kemi lënë të qëndroj, sepse Odisi ka ardhur dhe më herët që është përgatitur brumi në mënyrë që të mos merrnim kohë, se na duhet që dhe ti shijojmë, të skuqim. Ti me çfarë shijon më shumë, me mjaltë, me çel? Këto janë ato që i shoqëroj, edhe më pëlqejnë, zotën. Mirë, tani kemi përzier të gjithë përbërësit, nuk ka ndonjë shpjegime ekstra, të gjithë përbërësit janë në tas, dhe do të vazhdojmë ti skuqim, duke i skuqur, Odisi mund të afrohet aty dhe duke na treguar pak për këtë pasionin e ti, për spikatjen në aktrim. Na thuni sekret, na thuj. Si ke filluar ti të futesh në botën e aktrimit? Në cilën moshë, kush të spikati, cile ka qenë pjesëmarrja jote e parë, në cilin film dhe si po ndihesh? Atëherë, para se të hyja në botën e aktrimit dhe të filmave, kam hyrë në botën e televizionit, në kursin e Peter Pan, ku më ka spikatur regjisorja Vera Graboska, të cilë kam mundësinë ta falenderoj bashkë me prezantuesën Alketa Vesiu, dhe më pas, eksperienca ime e parë filmike ka qenë te filmi Living Eden, që është akoma në post-production, dhe në fillim vajta thjesht si një figurant, por syri i regjisorit do më spikase dhe do të merr një rol më tepër. Pra ti nuk bëhe thjesht rolin e figurantit, po dhe më shumë nga vetja, sepse e doja atë. Po, më dha një rol më tepër regjisori edhe për më shumë. Kisha mundësi ta shpjalosja veten akoma dhe më shumë. Po, pasi nga filmi në film, kështu filloi rruga. Po, nga filmi në film, dhe tashmë së fundmi, siç e the, është duke u dhënë nëpër të gjitha kinemat e Tiranës filmi me Fat, ku gjej mundësinë që t'i ftoj të gjithë njerëzit ta shikojnë, pasi është një film shumë i bukur. Atëherë, unë luaj rolin e aktorit kryesor, i cili është Maksim Aladini, i cili do të bëhet një boksier kampion, dhe filmi jon ka një kast të shkëlqyer aktorës, ku aktor kryesor është Maksim Aladini dhe Rea Begaj, aktorë të kemi Zamira Kitën, Gzim Rudi, Andi Begovi dhe Visian Ukcenaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Monika Kryemadhit, Joz Marku dhe Dea Vjerit. Po, sa kohë është dashur të punosh, sepse ti je në shkollë në klasën e 7, apo jo, dhe sigurisht që është një vit jo aq i lehtë, se ke kaluar këtu në 9 vjeçare, fillojnë vështirësohen edhe mësimet. Si ke përballuar fluksin e provave, fluksin e mësimeve? Atëherë, ke arritur dot? Po, i menaxhoj shumë mirë, pra. I menaxhoj shumë mirë dhe gjithmonë më pëlqen të mësoj, ndjej kuriozitet për gjëra dhe
mësoj sistematikisht në të gjitha lëndët. Cila lëndë të pëlqen më shumë ty? Më shumë të më pëlqen matematika, gjua dhe historia. Por sigurisht edhe të tjerët Matematika për dhe mos i lëm gjua, pas. se zakonisht gjua dhe lëndët shoqërore. Jam 2-1. 2-1. 3-1 me gjithë aktrimin. Ti bën prova në shtëpi për aktrimin, del para pasqyrësh, luan ndonjë rol aty ose interpreton diçka? Patjetër, më pëlqen shumë të imitoj për shembull të tjerë, më pëlqen. Do na imitosh pak tani, prit. Bëjmë çik petullat ne dhe kemi punë me Odisin. Mami jot kush është atje? Si? Mami jot kush është në film? Samira Kita sigurisht. E mora ato si du t'jam unë pra. Po. Po kohë të cuftova unë. E kap edhe ti një rol. Shu ka me ato. Kap që kapësh ku po kjo punë. Atëre vajnë e ke të nxehtë. Mi tani do ta ndihmojnë çik Albana. Po sepse djali ka vesh edhe kostume, tash i dalë prit. Me pika. Më thuaj pak, si reagojnë shoqëria, shokët, shoqet për pjesëmarrjet e tua për filma? Të gjithë janë si një mbështetje shumë e madhe për mua. Që ka shumë rëndësi, në shoqërinë e sotme, në problemet që shfaqen, në cilit, xhelozitë e vogla. Po, jo. E ke ndier ti këtë pjesën e xhelozisë diku? Jo. Në grupe? Mendoj që jemi një grup i mirë shoqëror të gjithë dhe jemi shumë të bashkuar me njëri tjetrin. Kjo po thuj se nuk ekziston në shoqërinë tonë. Dhe ty të bën të ndihesh mirë, të motivon, nuk të pengon të ecësh përpara. Mësuesit? Patjetër shumë mbështetje e madhe, gjithmonë thon fjalë të mira për mua dhe gjithmonë më motivojnë për të ecur akoma më përpara. Pra, u spikat Odisi, tani është pjesë e shumë filmave e rrjetit kinematografisë, nga një film nga një regjisor tek tjetri, po në shtëpi keni ndonjë artist ku ti ke ngjarë ti Odis që je bërë aktor? Jo, nuk është se kemi në rrethin familjar ndonjë aktor ose artist tjetër, por do e fillojmë dinastin. Ti do ta fillosh dinastin, do ta trashëgosh brez pas brezi. Familja është mbështetja jote? Mami thot më gjet mua, babi thot më ngjason mua. Ti ke pyetje ngjason, po ty pra. Babi ti ngjasoj, babi. Po, babi. Përpara, patjetër. Ke motor? Po, kam një motor më të vogël. Ti je vllai i madh i saj. Po, jam vllai i madh. Jemi 2 fëmijë. Motra ka preferenca nga bota e artit? Po, i pëlqen të këndoj, por është e vogël, është 5 vjeçë, do të thënë edhe. Është akoma në zbulimin e gjërave. Po jam i sigurt që edhe ajo do t'ja futesh ti në qef. Patjetër. Do recitoni, do aktroni të dy në shtëpi. Do t'i kthejmë besoj tani. Hajde, Odis, merr tash edhe një piron pra, merr një piron këtu. Merr një piron, pra. Se Odisi përveç se mësimeve, përveç se provave për aktrim, bën edhe punë në shtëpi. Edhe ndonjë gatim të vogël. Opa. Se kështu fillojnë gjërat. Mirë. Nga gjërat e vogla deri tek... Do me thonë si tham, me fat që gjithë që kanë Odisin, kështu është kjo punë, Ja dhe mëngjesi gati me petullat. Ne kemi disa lloje reçelrash, kemi mjalë gjithashtu, kemi dhe djathin nga lufra, kështu që do t'i kombinojmë, do të bëjmë të mundur që sipas preferencave të gjithëve. Tani më the që të pëlqen shumë imitimi. Po, aktrimi po e morën vesh. Ke zgjetur diçka për të na interpretuar këtu? Ka lezet, që tani mëngjes tregojmë pak audiencës tonë. Kë doni juve, kë doni. Po thua ti më. Se na jepni ndonjë mendim, më kupton? Një personazh, këto imitojmë. Jo, kë doni juve. Ja ti pyesi mirë, kë duan stafi? Kë bën të më mirë ti, me kë ndihesh ti më mirë dhe me kë përfaqësohesh ti më mirë? Unë i përafrojm të gjithë vetëm mjafton të më jepni juve një ide dhe Moj Albana, jepi një ide djalit, këtë imitoj. Që të thonë më në shkreta? Cila fushten? Të përra zërfrika? Nga të doni, Nga të doni t'ja filloni, thot Odi. Ha më babi Odi, që të filloj? Nga mua? Ha më nga mua? Ha më nga mua, ha? Si që shikoni, keni të bëni me guzhinjere më të mirë në gjithë Shqipërinë, Albana këtu, dhe kemi përgatitur një gatim shumë special për gjithë juve, dhe sot kemi menduar të gatuajmë disa petua, shpresoj ti pëlqeni, dhe ai që do jetë më me fat, jam unë që do i ha ato, dhe për këtë ndihem shumë i kënaqur. Fat për fat, shkon mirë. Po. Sa shpesh e përmend këtë fjalshin me fat, se tani dhe nga filmi. Po, patjetër, na kanë ngjitur në mendje që na Me fat. Shkon në profesionale. Me fat. Fiks. Po. Këto kohë të fundit e kemi përdorur më shumë, pas na kanë ngjitur mendja edhe nga filmi, i cili ishte shumë i bukur dhe. Këtë një copës pjesës nga filmi që dëshiron ta interpretosh. Për më shumë mendoj që kulmin e personazhit. Për më shumë besoj që njerëzit do shkojnë në kinema ta shohin. Patjetër, aty do shkojnë të gjithë ta shohin, po. Ne shohim në një pjesë Odisi këtu. mirë.
E shtojmë edhe pjesën tjetër të brumit, Po të ndihmoj, sa më shumë të ri bravo. aq më mirë bëhen bravo. Edhe ti sa më shumë të qëndrosh, aq më shumë mund të imitosh njerëzit. Dhe një përballë tjetër, si kalon ditën? A kalon kohë në internet, sa kohë qëndron në telefon, për çfarë googlon më shumë? Çfarë të qenë tjetër përveç se të luash dhe aktrosh? Atëherë, koha në internet për mua mund varojnë nga 1 orë deri në orën 1 orë gjysmë, por më shumë janë duke bërë projekte për shohën ose duke marrë informacion për gjëra të reja, pasi që tha, jam dhe tip kurioz, por më pëlqejnë shumë edhe librat. Lexoj. Madje libri im që kanë lexuar kohët e fundit, i fundit është Katedrala e Parisit nga Victor Hugo, cili më pëlqeu shumë. Dhe për mua librat të hapin dhe atë horizontit, të japin ide të reja për të ecur më mirë. Sigurisht, të pasurojnë fjalorin, të bëjnë të mundur që ti të flasësh me artikulim të mirë, e të duhet patjetër për karrierën tënde. E kaloj kohën edhe duke parë filma, edhe duke parë skeqe humoristike, pasi mendoj që edhe këto më formojnë në karakterin tim si aktor. Tjetër, ke një aktor që të preferon ta imitosh, preferon Odisi që ti ngjaj, apo të marri pak nga mënyra e tij aktrimit? Patjetër, janë shumë, duhet të thënë, pasi mua më pëlqejnë shumë aktorët komedian. Përspikator është Visjan Ukcena, që e kemi pasur edhe pjesë të filmit. Pastaj kemi edhe shumë aktorë të tjerë në gjithë të rreth, të gjithë më pëlqejnë, nuk dua të bëj shumë dallime. Të gjithë kanë aftësitë e veta dhe më pëlqejnë shumë për rolet që bëjnë, pasi i kanë dhënë një botë tjetër të gjithë spektatorëve. Më thuaj pak, ti çfarë rolesh, tek cilat role ndihesh më mirë? Cilat karaktere? Mua më pëlqejnë edhe komedia edhe drama, dhe besoj që di t'i bëj mirë shumë të dyja, di t'i bëj mirë dhe e këti për kur ato ndërthuren pas e të tjetër. Pastaj ndërthurja është shumë e bukur mes tyre, i jep një lezet akoma më të tepërt. Bukur. Mirë, ne na mbaruan tani pjesa e racionuar që kishte përpetua, se gjithmonë do bëjmë një racion të caktuar për të gjithë. Kështu që Odisi do ta falenderojmë, do kalojmë pastaj në kekun, do përgatisim kekun, po do duash mund të qëndrosh të bëjmë edhe një kek dhe mund të marrësh edhe pak me vete. Dhe është momenti tani që të shkëputemi për publicitet për të rikthyer me një kek të shishëm. Bravo. Rikthemi, jemi me aktorin ton të vogël Odis Toska, tu fikë, do të bënte një video me të tre ne. Kemi filluar punën, ja mund ta stopojmë pak që na dëgjojnë shikuesit, kemi filluar punën për përgatitjen e kekut. Kekut me hurmat arabe, jemi përpara festës së Bajramit, kështu që një ëmbëlsirë patjetër që do të jetë në tryezat tuaja krahas gatimeve të tjera. Odisi gjatë publicitetit na ka ndihmuar shumë duke i trazuar përzier mirë përbërësit, të cilët do t'i lexoj sapo t'i kemi në ekran. I vazhdojmë me raksën elektrike dhe mund të jetë gjithashtu një formë tjetër me pirun si dikur, po edhe raksa elektrike bën atë punën e bën më kremoze, më përmbledh tazi. Tani kemi përbërësit dhe doja që Odisi e ulim pak. Japi pas të fiton. 200 gram hurma arabe, 200 gram miell, 100 gram arra, 100 gram gjallë, 100 gram sheqer, 2 vezë, 1 kilogram pluhur pjekës dhe një lugë çaj, dhe një lugë çaj vanilja. Një lugë të vogël çaj vanilja. Kjo është receta që do ju themi atyre tetave që na ndjekin anvisave tona që mund ta gjejnë patjetër edhe në rrjetet tona sociale, meqense Facebooku, Instagrami janë rrjete mjaft të përdorshme edhe nga zonjat tona, po ashtu edhe në YouTube në kanalin ton zyrtar Reze Dielli. Kemi shtuar përbërësit që lexoi Odisi në tas. Ja. Tani, sërish, bëjmë atë ullërimën. Au! Përzierje. E ulim faktorën, që mos kokatësh kostumin, edhe rreth e përqarë. Ajde po merë zanatje, po më merë. Me bazën e tasë. Ja i sekundë, ja si u bra gjeloze të shtë. Jo, jo. Su bra gjeloze. Se tani është momenti që ta trazoj me lukë. Pra po bëjmë një kek me hurma arabe dhe me arra. I shtojmë arrat gjithmonë kur kemi ushqime ose përbërës të tjerë shumë të ëmbël, sepse sikur ekuilibrojnë atë nga yndyrnat e mira, sheqerin. Edhe në këtë rast jo vetëm për shije, por duke parë edhe kombinimin e të ëmblave duke konsumuar më parë edhe arra. Hurmat arabe më parë i kemi lënë të qëndrojnë në ujë
për t'u zbutur, për t'u lëshuar pak dhe më pas qëndrojnë më mirë në kek. Ja ma Odi, si thamë neve që vërtetit gatusht, po jo ta mash edhe punën, princës, se e kam ngritur me mund. Nuk ta marrim jo. Odi si ka shumë gjëra të tjera përpara në jetë, përveç se aktrimit ku dëshiron të përqëndrohesh, Odis, tek e ardhmja jote, apo është herët për ta menduar, është pyetje që është ta thënë, ama deri tani jemi te aktrimi. Më pëlqen shumë, po, më pëlqen shumë edhe vizatimi, se e kemi harruar ta themi. Është një tjetër pasion. Po, këtë e kam trashëguar nga mami, që zë rastin ta përshëndes tashmë. Dhe pëlqej të vizatoj. Cila është këshilla që ty të pëlqen më shumë nga mami, meqense e përmonde? Për çfarë të këshillon më shumë? Për çfarë të nxit ajo më shumë? Që ta vazhdoj ëndrrën time, mos ta lë kurrë për asnjë lloj mendimi tjetër që thon të tjerë, por vetëm ta vazhdoj dhe të eci përpara. Edhe të punosh. Se ti ke një talent të lindur sigurisht. Duhet të punosh me të për ta zhvilluar dhe për të parë në të ardhmen një aktor të njohur që ka përmbushur dhe realizuar ëndrrën e tij që në fëmijëri. Ti ke filluar të aktorosh që i vogël fare, apo? Që i vogël, po, mund të themi 4 vjeç, 5 vjeç, ka qenë dalet e para. Po, merrja telefonin prindërve dhe regjistroja video, domethënë. Dhe më pëlqente si gjë, por edhe vazhdova, nuk e mendoja kurrë që do arje në këtë ditë që ti të ishe protagonist edhe pjesë e filmave dhe prodhimeve kinematografike. Më thuaj pak për bashkëmoshatarët e tu, shokët, shoqet që ty të ndjekin, ata që të njohin dhe ata që nuk të njohin. Cili është mesazhi që Odisi do donte t'ju përcillte atyre? Atëherë unë doja të përcjellja mesazhin që mami më jep mua, që ta vazhdoj në ëndrrën e tyre gjithmonë dhe mos të shohin shumë telefon, kjo është këshilla e përgjithshme. Është për të vëgjë shka apo për të mëdhenj? Po për të mëdhenj, të vegjël, pleshe, të rritur, edhe bebe, se kanë filluar tani. Edhe bebet, po. Se vërtet. Dhe kjo është këshilla ime. Larg telefonit, lexoni sa më shumë libra. Këshilla kryesore kjo. Investimi tek librat është investimi më i mirë për veten tuaj. Shumë faleminderit. Do të provosh pak petullën tani? Të tregosh edhe që ndiqni recetën e Odis, petulla nga një djali me fat. Petulla me fat. Petulla me fat. Të lumshin duart. Okej. Të lumshin duart mund ta shijosh petullën, ndërkohë recetën byreku me mish të grirë dhe me qep, petullat me kos dhe keku që do ta pjekim tani, do ta tregojmë në rrjetet sociale, do të fryhet më shumë dhe do jetë një version i ëmbël për të shoqëruar kafen ton Lavazza, të cilën do shkojmë me vrap tani të përgatis. Marrim një kafe që të vazhdojmë bisedën pas fleshit informativ. Shumë suksese në mësime në aktrim në ëndrat e tua. Faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Faleminderit. Alban është jemi nesër, ndërkohë pas pak do të jemi së bashku me Altin Jokën. Ju pres. Mirë se erdhët në Reze Dielli, do të flasim sot me Altin Jokën për vezët. Sa të shëndetshme janë ato, duke patur parasysh që janë një nga ushqimet më të diskutuara. Dikur konsiderohen si problem për zemrën, sot konsiderohen si super ushqim, do të tregojmë mitet e të vërteta rreth konsumimit të tyre për zgjedhje, sa duhet konsumuar për ditë apo jo, po fëmijët, po të moshuarit, po njerëzit që kanë probleme dhe gjendje të caktuara shëndetësore. Fillimisht përshëndetje me Altinin. Altin, të përshëndes dhe faleminderit për kohën, si gjithmonë. Faleminderit juve, ju përshëndes edhe ju regjin dhe të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Ju uroj gjithëve shëndet dhe shpresojmë që janë këto ditë të fundit të Ramazanit agjërim përsëri të pranuar. Të pranuar, gjithashtu edhe për ju. Kemi zgjedhur të flasim sot për vezët. Tani, në optikën tuaj, dihet që në nutricion edhe në degët e nutricion, në botën holistike, disa të dhëna janë dhe hipotetike. Pra, njëherë lexojmë që vezët shkaktojnë probleme me zemrën ose me kolesterolin, pastaj vijnë studime të tjera, të cilat thonë që vezët janë shumë të shëndetshme, do të konsumoni madje 2, 3, 4 kemi lexuar në ditë. Sa e vërtetë është kjo? A janë të shëndetshme vezët dhe si duhet të konsumohen? Shiko, është vërtet një debat i madh. Por veza, unë mendoj, është si puna e zjarit. Në vendin e duhur dhe me sasinë e duhur, ajo ngroh, në tepric ajo mundet të djeg. Pyetja reale është kjo, pra nuk është të se veza është ëngjëll apo djallë, sepse kështu është ndarë, tani është ndarë midis dy krampeve. Sikur dikush thotë është ëngjëll, dikush është djallë, më parë ka qenë totalisht djallë, sepse
është demonizuar shumë. Pyetja është se çfarë hyn në trup, në çfarë sasie hyn, me çfarë kombinohet dhe çfarë mënyre jetese edhe problematika shketi në shëndet. Çdo lloj ushqimi duhet marrë në këtë lloj konteksti. Pra nuk duhet marrë i shkëputur. Për vite me radhë veza është gjykuar si problemi më i rënd i kolesterolit. Dhe na thanë që nuk duhet konsumuar, siç nuk mund konsumoj gjalpi dhe disa yndyrna të tjera. Dhe sot po diskutohet që veza është nga ushqimet më të shëndetshme që mund të ekzistojë, madje super ushqim. Por shkenca serioze nuk ecën me parulla. Ajo na tregon disa elementë, e cila është ja të matur dhe shkon shumë. E para shikohet historia njerëzore, se si është të përdorur ai produkt dhe çfarë problematika ka sjell. Së dyti zbulohen vlerat e këtij produkti, çfarë vlerash ka dhe çfarë shqetësime ka nëpërmjet studimeve që lë pas ky produkt. Veza është një ushqim faktikisht me vlera të larta ushqyese, por nuk duhet idealizuar si po shohim sot në rrjetet sociale, pra e kemi kthyer në një ideal, pra të idealizuar pa kushte po themi. Po të shikojmë një rishikim nordik të Stockholmit, pra në Suedi dhe të Universitetit të Finlandës në 2024, të cilët janë dy universitete shumë prestigjioze dhe shumë të sakta në ato që kanë thënë, dhe pak kanë çeduar në historinë e tyre dhe nuk janë të komprometuar deta, nuk kanë fakte për të gjë, kanë bërë një studim, arritën në një konkluzion që një kokërvez në ditë ka shumë pak gjasa që mund të dëmtojë në problemet e sëmundjeve. Pra një kokërvez në ditë. Në gjitha problemet e sëmundjeve të përgjithshme. Problemi ishte se 80% të njerëzve që pas studimi e shoqëronin gabuar vezën. E shoqëronin me proshut, me sallamra, me margarin, me vajra të hidrogenizuara, me bukë të bardhë kryesisht, apo vajra bimor të cilët dhe oksidoshin në temperatura të larta, dhe ky ishte dhe problemi shumë i madh. Kjo është arsyeja pse debati shpesh vazhdon, se një pjesë e studimeve të japin qetësi për konsumimin e vezës, një pjesë të japin alarm. Po përsëri në 2020, një analizë e madhe e bërë te Gazeta Britanike e Mjekësisë, gazeta më prestigjioze në botë, që deri tani ka nxjerr fakte të komprometimit në botë, është shumë i saktë si gazetë. Në opinionin tim. Konsumimi i moderuar i vezëve, thonë, pra një kokër vezë në ditë nuk ka lidhje me problemin e rritjes së kolesterolit dhe problemet e sëmundjeve kardiovaskulare. Megjithatë, studimi i 2019-s në 17 vjet që doli pak më parë, një studim i madh, në 2019 u pa që konsumimi i vezës sillte probleme të vdekshmërisë totale më lartë dhe rrisë të sistemit kardiovaskular. Pra, me fjalë të thjeshta, kemi një kontradikt ose kemi konflikte në studime. Faktikisht veza është një ushqim, për disa është një ushqim, po për disa mund të jetë një sinjal metabolik që mund të na sjellë një problem. Në anën pozitive që mund të themi, veza nuk është thjesht kolesterol. Ajo është një paketë biologjike, e cila ka nivele të larta të proteinave, ka nivele të larta të kolinës, vitaminave të ndryshme dhe përbërës të ndryshme ushqyes. Dhe kjo është arsyeja që dhe në 2023-2024, shoqata amerikane e zemrës e rekomandon si ushqim të shëndetshëm një vezë të plotë në ditë. Nga ana tjetër, kush është e vërteta që duhet të themi? Veza nuk duhet futur tek ushqimet jeshile, që duhet hahen në sasi, pa u menduar, as tek ushqimet e zeza, të cilët duhen demonizuar. Më afër të vërtetës, unë e kam thënë më parë, hyn tek ushqimet e verdha, midis të verdhës dhe portokallisë. Kemi ushqimet jeshile, kemi të verdhën dhe portokallin, kemi dhe ushqimet e kuqe. Ushqimet e kuqe janë të ndaluara, ushqimet e jeshile janë të lejuara edhe në sasi, edhe mbi tepër moderimin, ndërsa ushqimet e verdha duhen konsumuar me modernitet. Mund të themi në këtë rast, veza është një aktor i mirë në një film të keq. Pra, mund të ketë një vlerë në vetvete, pra kur futet një skenar i gabuar, në këtë rast ushqimor, publiku mban mend filmin dhe jo aktorin që ka luajtur bukur. Aktori mund të luajë shumë bukur, pa ai shikon filmin në përgjithësi. Filmi nuk e ka tërhequr. E njëjta gjë, pra veza është një aktor i mirë në një film të keq. Pa hyrë diskutimit pasaj nga ana tjetër, kemi diskutim tjetër, që rritja e sasia më e madhe e vezëve, 96 dhe 98% vezëve në treg, vijnë nga ferma, të cilat pulat ushqejnë me nivele të larta të antibiotikëve. E pinë tek uji tyre antibiotikëve. Marrin sasi të lartë të koncentrateve hormonesh, të cilat kanë për të
reflektuar tek mishi pulës dhe po ashtu edhe tek veza. Pa i hyrë që në këto pula rriten në ambiente të brendshme ku nuk marrin rrezë dielli dhe prandaj dhe sasia e vitaminës D, niveli omegës 3, rritja e nivelit ndoshta edhe elementeve të tjerë shtume ulët ose pothuajse inekzistente. Nga ana tjetër, disa studime shumë prestigjioze kanë parë që veza përmban kolin, që metabolizohet në shumë zorë, pra në shumë pjesë, si një molekul që quhet TMO. Dhe TMO-ja pasi përthithet në mërqin, zhndërohet në TMAO. Është një molekul e cila është rreziku i shkaktimit të kancerave. Kjo është një gazetë të Plus Medicine, kur u pa që 7% rritet niveli i vdekshmërisë në 500.000 persona. Altin, se për shkak të internetit ka ngecur figura jote, pra po flisnim për rolin, për shëndetin që ka konsumimi i vezëve dhe sigurisht që përmendëm edhe disa studime që lidhen pikërisht me konsumimin e saj në mënyrë të përditshme dhe dallimin pastaj mes vezëve, të cilat rriten dhe vijnë nga pularit apo vezët në e fshatit. Më dëgjon tani po jemi. Pra në këtë rast mund të themi që unë mund të them, veza është një ushqim e vlerë, nuk është një ushqim që mund të konsumohet pa kufi, nuk duhet hynizuar ose persekutuar, po duhet kuptuar. Veza nuk është problemi kryesor i tavolinave moderne sot, as i jetës sonë. Pra nuk mund të themi që ka dhe pafajësi absolute, por nuk mund të themi që është problemi më i madh, sepse studimet pse janë kaq kontradiktore. Doktor Lesser, i cili ka bërë në Institutin Prestigjos Kërkimor Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa që 79 studime të qumshit vezës financoheshin nga bordi i vezëve, edhe i qumshit. Dhe një pjesë e tyre janë konsideruar pra që këto studime janë apo s'janë. Nga ana tjetër, një pjesë e studimeve janë vëzhguese, nuk janë prova të pastra shkak pasojë. Nga ana tjetër, një pjesë e studimeve matin vetëm konsumin e moderuar dhe jo tepritshëm. Pra nuk shikojmë sasi të larta në studime. Nga ana tjetër, kemi që shumë njerëz nuk reagojnë njësoj. Pra nuk kemi rezultate si në laborator. Njësoj, po, pikërisht kanë si në laborator. Nga ana tjetër, shkenca ushqyerjes është ndikuar nga financimi. Pra nga financimet e mëdha. Në njëra anë themi që veza shpëton zemrën, dhe ne nuk mund të ta bëjmë një gjë të tillë, sepse dhe ju media doni diçka absolute, kur pyesni dhe bëni një pyetje. Edhe njerëzit duan diçka absolute, por shkenca nuk ka pyetje absolute, prandaj dhe ka konflikte. Media duan të thonë veza shpëton zemrën apo shumë e mirë, apo veza apo ju vret ngadalë. Por shkenca nuk flet kështu. Shkenca flet kështu tek shumica deri në çfarë sasie, në çfarë lloj popullatash, çfarë lloj evidencash kemi, çfarë lloj historie, çfarë duhen marrë parasojat e momentit që është rritur ky produkt. Pra, në këtë rast, ne mund të themi, shkenca ndonjëherë nuk di asgjë, ndonjëherë di më shumë se ç'duhet. Pra, në këtë rast mund të themi që njerëzit që konsumojnë 3 vezë, 4 vezë në ditë e projnë shumë? Por varet nga personi. Shikoj, le ta fillojmë me një ja një minutë. Nuk ka një numër universal që vlen për të gjithë. Por ka një kufi të arsyesëm që mbështetet nga shkenca dhe nga praktika njerëzore. Konsumimi të parëve tanë nuk e ka tejkaluar një kokër vezë në ditë. Pra edhe në kuzhinat tona, apo edhe tek gjyshrit tanë, ndonjëherë një herë në 2 ditë, se s'kishin, ose për shembull 2 ditë, një ditë rresht hanin 2 kokra vezë të skuqura, ose të zira, që me vete një ditë nuk hanin fare. Se varet se kanë pas pulat në obor. Edhe pulat nuk prodhonin njësoj si prodhohen sot, sepse rriten edhe me stimulant për të prodhuar sa më tepër vezë. Pra veza shumë më me periudha, sipas të ftohtit edhe periudhave të vitit. Në ana tjetër, formula më e thjeshtë është një kokër vezë në ditë që është më e shëndetshme me pak të studimet e fundit që janë trajnuar mirë, që nuk janë të vënë. Por atletët mund të konsumojnë 2 kokra vezë në ditë. Fëmijët mund të konsumojnë, sepse varet nga niveli i harxhimit të kalorive dhe niveli i proteinave që duhet marrin. Fëmijët mund të konsumojnë 4-5 vezë në javë. Një moshuar duhet të konsumojë 1 vezë në ditë nëse nuk ka probleme të tjera, sepse me rritjen e moshës ai ka një humbje, po edhe tretja është më e mirë e vezës, sepse tretja të moshohet është më problem, por ka dhe një problem shumë me aspektin e humbjes muskulare. Njerëzit që janë mbi peshë, që janë obez, do të konsumojnë më pak. Gratë që janë shtazana duhet konsumojnë. Pra, duhet kuptojmë që konsumimi i vezës është individuale dhe nuk mund të ecë me parulla, shiko, nuk më ka gjetur mua kam 10 vite konsumoj 5 kokra vezë. Unë kam thënë, këto i quajnë raste përjashtimi që edhe për 20 vite, së mundet mos shfaqen shumë më pas. Unë dikush ka 15 vite ha prosciutto ose ha hamburger dhe nuk e ka gjetur gjë. Kjo nuk do të thotë që ai është parimi jon që ne duhet të ndjekim atë. Apo dikush gjyshi i tij ka pirë duan tërë jetën dhe ka pirë duan tërë jetën dhe themi shiko duani nuk shkakton asgjë, është në rregull.
Prandaj edhe vezat duhet konsumuar brenda, në opinionin tim personal pastaj. Se këto janë çfarë ne themi dhe si duhet parë individual. E para nuk mund ta demonizojmë, e ta ndajmë të vezën, të themi që është më e dëmshmja, por as mund të themi që është një ushqim hit, më i miri i ushqimeve, apo ta bëjmë hyjni. Nga ana tjetër, në opinionin tim, një person i shëndetshëm nuk duhet konsumojë më shumë se sa 3-4 kokra vezë në javë në ushqimin e tij. E kuptoj. Pra në mesatare. Nëse bazohemi tani tek mënyra e gatimit të vezëve për të marrë të gjitha vlerat që ajo përmban, e ziera, poshe apo skuqura më shëndetshme. Veza nuk bëhet e mirë apo e keqe nga vetja e saj. Bëhet nga mënyra se si ne gatuam, si çdo lloj produkt. Një produkt ne e dëmtojmë vetë nga atë që ne e gatuajmë ose e transformojmë. Faktikisht veza mund të themi që është një ushqim i pastër, por një vezë e cila skuqet krijon një lloj transformimi. Një vezë që është e zier është forma më e afër natyrales. Sa më afër natyrales është më mirë për trupin tonë. Veza e zier është më e mirë. Veza e cila bëhet në ziera varet edhe sa minuta, se edhe këtu ka përsëri. Më mira do ishte veza poshe. Pra në ato ujë që ne kemi hellur pak vaj, trazohet uji me një vorbull të lartë, pra me shpejtësi dhe hidhet veza direkt qahet dhe hidhet. Që quhen vezë poshe që zihen, pra në ujin e zier. Ajo do ishte veza më e mirë ndoshta, edhe nga aspekti shëndetësor. Nga ana holistike, jo vetëm çfarë ha, por dhe si gatuan. Me çfarë e shoqëron, sa shpesh e përsërit vezën, ose sa shpesh e përsërit atë produkt. Ka njerëz që han vetëm moll si frut, dhe thonë, "Ore, ne ham gjithmonë fruta, hamna gjysmë kile moll ditë dhe prapë kemi problem, ose ham diçka tjetër." Pra, kjo do bëjë ndikimin në trup. Vajrat në temperatura të larta oksidohen, plus që është parë që njerëzit gatuajnë me margarin vezën. Një pjesë e tyre gatuajnë me gjalpa të përpunuar. Një pjesë e tyre gatuajnë me vajra të hidrogenizuar. Nga ana tjetër, shtojnë nivelet që kur bëhet një vezë omlet, do t'i shtosh edhe mishra të përpunuara, siç janë prosciutto, sallama, ato element tjerë. Kështu që në ana tjetër thuhet për vezën e freskët. Veza e freskët, siç është, natyrale mund pihet. Po, se ka pirë Rocky Balboa apo shumë sportistë tjerë. Duhet dim diçka. Trupi nuk e përthith mirë proteinën e vezës së papërpunuar. Nga ana tjetër kemi kujdes pak tek salmonela, sepse jo më kot, salmonela ekziston te veza, por nëse do të kontrolluan ne nuk e dim, por nga ana tjetër dim këtë. Përthithja e vezës së zier shkon 90%. Veza e pa zier e freskët siç është shkon në përthithje 60% trup. Në përthithjen e trup. Në ana tjetër kemi një problem të avidinës, që shumë njerëz nuk e dinë. Avidina është një substancë që lidhet me biotinën, pra me vitaminën B7. Në rast se ne pim vezën e papërpunuar të freskët, përthithja vitaminës B7 pothuajse eliminohet nga trupi jonë, që është një antitumorial dhe është një modulator shumë i mirë në sistemin tonë imunitar, edhe për proceset e tjera fiziopatologjike. Por përveç tyre nuk përthith dhe disa vitamina tjera, se vitamina B7 është e lidhur me vitamina tjera disa minerale. Në ana tjetër, gatimi, pra zierja, e rregullon këtë proces. Pra më e mira në drejtim është që veza të jetë e zier. Në rasti që kemi probleme pastaj me stomakun, apo kemi probleme ulçën, apo për arsye shëndetësore që duhet ta pim rufk të freskët dhe kemi të kontrolluar, mund të ta pim, po duhet marrim përsipër këto element që unë thash. Kur kemi qenë të vegjël na I rrihni në vezët me pirun, me pak sheqer dhe I konsumonin të raura. Ajo është më afër natyrale se mund të jetë më e shëndetshme, po duhet përjashtojmë salmonelën, vezën ku e kemi marr, pra dim a jemi të pastër apo jo, dhe mënyrën e përthithjes. Këtë duhet ta dim. Në përgjithësi po të kemi probleme shëndetësore dhe po të jemi në një mbipesh më të madhe, kjo lloj veze do jetë më problematik. Nëse kemi një shëndet optimal, mund ta konsumojmë më shumë, nëse kemi probleme stomaku. Ka njerëz që largojnë të verdhën e vezës. Ka njerëz që konsumojnë vetëm të bardhën, e largojnë të verdhën se ka më shumë yndyrë, jo për kolesterolin, për zemrën. Realisht, cila është më e shëndetshme, nga e bardha apo e verdha? Tani, ajo është prodhuar si një paketë biologjike. Veza është vetë e paketuar brenda një lëvoshje dhe jo më kot natyra, Zoti nëpërmjet pulës e ka sjellë që të jetë bashkë dhe e verdha dhe e bardha. Ta hash vetëm të bardhën është si të marrësh lëngun e një fruti dhe mos konsumosh gjithë tulin e frutit dhe frutin. E njëjta gjë është. Pra njerëzit e hanë të bardhën për dietë, për probleme kolesteroli, për probleme të mos mbipeshës dhe kanë frikë, por le të kujtojmë gjë. E bardha ka nivele të mira të proteinës, ndërsa e verdha
stimulon çdo gjë që ka mangut e bardha, sepse ka shtesë vitaminat, ka mineralet, ka yndyrën, ka dhe kolesterolin. E bardha vetës çfarë përmban? Përmban proteinë të pastër, niveli më të lartë të albuminës, po themi. Ka shumë pak kalori dhe është pa yndyrë. Dhe është ideale ndoshta për dobësimin, apo dhe për atletët që marrin proteinë të pastër. Shumë atlet apo sportist, se njerëzit ndoshta nuk e dinë dhe thonë ne ham 5 vezë. Se kam dëgjuar një sportist. Ai sportisti mund të konsumoj 4 të bardha vezësh dhe 1 të verdhë vezësh. Pra e ngatrojnë disa gjëra njerëzit se i marrin shabllon. Nga ana tjetër, e bardha është si një karburant i pastër, por nuk ka kompleksitet. Është pa vitamina dhe pothuajse pa minerale. Ushqen një farë mënyre, por nuk e pasuron atë që ti do marrësh. Ndërsa e verdha vezësh mund të themi që ka një lloj magjie biologjike në mes, sepse ka kolin dhe kolina është shumë e rëndësishme për sistemin ton, trurin dhe për mëlçin, po dhe për problemet metabolike. Ka vitaminën D, që është shumë e rrallë tek ushqimet, sidomos vitamina D3. Ka vitaminën A dhe vitaminën B12. Ka lutein dhe zeaxanthin, që janë antioksidantë që nga syt, por dhe për problemet tjera sistemit kardiovaskular dhe shëndetit të zorëve. Ka yndyra të shëndetshme. Pra vetë në një studim 2019 te Gazeta e Nutricionit u pa tek përbërje vezës ishte më mirë që haje e plot, sepse raporti midis të bardhës dhe të verdhës është pothuajse në perfeksion që kombinojnë njëra tjetrën. Në qoftë se ne ham të dyja kemi marrë rreth 95% të vlerave ushqyese bashkarisht. Në qoftë se ne do t'i ndajmë, kemi shkuar, qoftë se konsumojnë verdhë mund të shkojmë 40-45% të një vlere, në qoftë se konsumojnë bardhë mund të shkojmë 30-35%, pra duhen kombinuar të dyja që të arrijmë në niveli më të mirë. Për raste të saktuara pastaj, ndoshta as mund të konsumohen të dyja, por në përgjithësi për njerëzit e shëndetshëm, ne flasim gjithmonë në përgjithësi, jo për gjëra specifike. Veza duhet konsumuar sepse kanë natyra vetë ashtu, edhe bardha dhe e verdha bashkarisht. Mirë, ka e raste që se qërojmë dot Altin kur e zjejmë vezën për shembull. Kjo tregon që është e freskët apo? Ikën ajo e bardha komplet me lëvozhgën. Shiko, kjo ka të bëjë nga provimi, shumë vezë kanë sip të hollë, shumë kanë vezë kanë sip të hollë, nga mënyra e ushqyrit të pulës, nga koncentratet që dhëm pulës. Varësisht, pra, këtë e tham të parën. Unë nuk jam pro konsumimit shumë të mishrave dhe të vezës, sepse tash mbi 95-98% sot është napularit dhe nuk ka ndonjë rezultat kaq të madh qoftë në vitaminën D, qoftë në të omega 3, qoftë të komplekset e tjera, sepse ato ushqen me koncentrate, ushqen me antibiotik tham, ushqen dhe me element tjerë dhe me stimulator dhe me hormone. Dhe nuk shohin dritën e diellit më. Janë dhe shumë në stres pulat dhe jo më kot një studim që u bën në 2019-2020 nga Universiteti i Harvardit u pa që sa më shumë të kishin stres pulat, aq më shumë humnin niveli vitaminave 10 deri në 12%. Pra, stresi pulave në pularit dhe për shpendet dhe për kafshët është e njëjta. Si tek njeriu, pulat në pulari janë në nivelet më të larta të stresit. Tani imagjinoni humbja nga të gjitha drejtimet, çka ka ta ndisë tek ajo vezë. Nuk është më ajo vezë e verdhë që ne kemi parë. Veza e fshatit është shumë herë më e sigurt. Çumshi i fshatit është shumë herë më i mirë. Shumë specialistë unë i kam dëgjuar atje që janë specialistë të nivelit ushqimor apo sigurisht ushqimore që thonë mos konsumoni çumshin e fshatit, po të merrni kutis. Çumshi i kutis nuk ka pik vlere. Është diçka e vdekur, nuk mund të konsumohet. Po ashtu dhe veza që vjen nga fermat mund të konsumohet nga halli, por nuk është krahasim me vezën tjetër apo mishin e rritur në kullota. Nëse e krahason për shembull të verdhën, se ka të verdh, ka të verdh si portokalli, si të kuqerem. Po sepse ka nivelin e kolinës më të lartë ajo lloj veze. Ajo sa më e bardhë të jetë, veza e fshatit, pra e kuqja, që si e kuqe. Niveli kolinës është shumë i lartë, që ndikon jashtëzakonisht në mëlçi, ndikon tru dhe ajo ka kolesterolin e shëndetshëm. Duhet të kuptojmë, ajo rrit nivelin e HDL-s. Pra, rrit kolesterolin e mirë, që ne e themi. Një kolesterol ka, po përndajmë HDL si ka dalë meksia HDL, LDL. Veza e verdhë e rrit nivelin e kolesterolit mirë, edhe i shërben nivelit kolesterolit madhi edhe për ta ulur. Po, a e rritin apo jo vezët kolesterolin? Në ngjyrën portokalli, në ngjyrë portokalli. Po, në ngjyrë portokalli. A e rrit apo jo veza kolesterolin, a duhet ta konsumojnë njerëzit që vuajnë nga kolesteroli vezën apo jo, do ta argumentojmë pas reklamave. Altin, na prisni pak. Do kthehemi shpejt. Dakor, faleminderit. Rikthehemi me Altin Jokën, do të flasim për lidhjen mes vezëve dhe kolesterolin. A e rritin kolesterolin vezët, sa duhet konsumoj një person që vuan nga kolesteroli, a duhet ta largoj fare si produkt nga dieta, dhe cilat janë gabimet që bëjmë kur duam të përmirësojmë apo të ulim vlerat e kolesterolit. Përshëndetje edhe një herë Altin. Përshëndetje, faleminderit. Fillimisht të marrim përgjigjen e pyetjes së parë. A e rrisin apo jo kolesterolin?
kolesteroli nuk rritet nga një ushqim vetëm, rritet nga mënyra e jetesës. Veza shpesh, unë e thashë që parë, mund të rrisi edhe HDL-n, pra HDL-n edhe LDL-n. Kolesteroli faktikisht rritet nga me çfarë shoqërim të vezë. Pra, më shumë rritet nga niveli i karbohidrateve, nga sheqernat, nga vajrat e hidrogenizuar, pra nga vajrat e gatimit, që rritet më shumë, pra yndyrnat hidrogenizuara, të cilët rrisin dhe oksidojnë ose rrisin dëmtimin e endotelit në arteriet tona dhe e oksidojnë. Faktikisht veza ka 200 mg kolesterol. Sasi e lartë e saj të ndu i bëjmë që ne të konsumojmë. Por mos harrojmë një gjë që trupi ka mekanizmin e vet, që 80% të vetë kolesterolit e prodhon mëlçia dhe nuk ndikohet shumë nga ushqimi. Kjo është thelbi kryesor. Pra edhe njerëzit që janë me kolesterol mund ta konsumojnë vezën, por pak më të reduktuar. Unë thash diku 3, 4, ndoshta 5 vezë në javë, në maksimumin e tyre, në përgjithësi njerëzit e shëndetshëm. Këta njerëz mund të konsumojnë edhe 1, 2, 3. Varet nga problematika që kanë. Se nuk është vetëm një pjesë e puzzle-it kolesteroli në problemet e sëmundjeve kardiovaskulare. A duhet ta kemi frikë kolesterolin e lartë, vlerat e larta të indikatorëve? Shiko, frika është nisur rreth viteve 70-80, 60-70 faktikisht, ku krijuan një ide shumë e thjeshtë që kolesteroli bënte bllokimin e artereve, blllokimi i artereve si të infarktet në zemër. Kjo është një pjesë që shumë njerëz nuk e dinë. Kolesteroli është, kur kemi në nivel të lartë të kolesterolit, është një antiinflamator. Pra tregojmë që ne kemi një inflamacion të lartë në trupin tonë. Prandaj prodhohet kolesteroli. Mos harrojmë që kolesteroli është jetë brenda trupit tonë, sepse në fund fare pra është diçka të cilin nuk është helm. Ne e quajmë si helm, por është pjesë e jetës. Sepse përdoret nga hormonet tona, nga testosteroni, nga estrogeni, nga membranat qelizore, përdoret ose duhet për vitaminën D dhe shumë determinante dhe thelbësore në këtë drejtim, pra kolesteroli. Nga ana tjetër, ne dim që shumë njerëz, pra shumë studimet më parë janë hedhur tani që kolesteroli ka si problematikat më të rënda në shëndetin tonë, aktualisht. A është i dëmshëm kolesteroli? Vetëm në disa rrethana të saktuara. Kur është pasojë e inflamacionit, kur kemi dëmtimin e mëlçisë, kur kemi një disbalancë hormonale, mundet të sjellë problem. Po vetë kolesteroli i lartë nuk është shkak i sëmundjeve, sepse në fund fare trupi ka sjellë që ta vetë riparojë. Është si punëtorët e ndërtimit në rrugë. Edhe ne themi nuk na duan ta punëtor. Pra, të thuash që punëtorët po e shtrojnë rrugën dhe nga ana tjetër dikush shpif dhe thotë që punëtorët po e dëmtojnë rrugën, kjo është një shpifje. Pra kolesteroli shkon pikërisht aty ku ka dëmtime të mureve të enëve të gjakut. E di pse shkon atje, për t'i veshur, për t'i riparuar, për t'i mbrojtur nga radikalet e lira. Por në qoftë se trupi është inflamuar, në qoftë se ne kemi nivele të larta të sheqerit, në qoftë se ne kemi nivel të lartë të stresit oksidativ, në qoftë se ne kemi nivel të larta të toksinave, konsumojmë sasi të duhanit, konsumojmë ushqime të djegura, fast food-e, pra gjitha këto, atëherë ky kolesterol oksidohet dhe bëhet pjesë e pllakës të arteriosklerozës që lidh më pas. Pra kjo është thelbi i saj që ne mund të themi në këtë drejtim. Po, në cilat vlera duhet të jemi të qetë dhe në cilat vlera duhet të alarmohemi të kolesterolit? Shiko, unë e kam shkruar edhe te librim dhe kam rithënë shpesh. Vlerat janë ulur për arsye të kompanive farmaceutike për të qitur statinat, të cilët nuk ndihmojnë absolutisht ose të paktën studimet që unë edhe kam thënë parë, ndikojnë diku 0.9 apo 1% në problemet e parandalimit të sistemit të vdekjes nga infarkti apo nga ishemia cerebrale. Sot e kam bërë që normal duhet të jetë 100. Më parë ka qenë 150 pa problem. Kolesteroli total më parë ka qenë 300. E kanë ulur. Unë mendoj që nuk na vjen problemi nga kolesteroli. Duhet shikuar trigliceridet. Në qoftë se një person mund të ketë, sepse shiko, të parët tanë, gjyshet tona, stërgjyshit tanë, nuk e kanë qartë kokën fare për kolesterolin. Kanë konsumuar ushqimin me gatim, kanë gatuar me dhjam, kanë gatuar me gjalp fshati, kanë ngrënë sasi të larta gjalpi, kanë ngrënë sasi të larta të dhjamit apo të mishit me dhjam, dhe nuk kanë pasur probleme në këtë drejtim. Trigliceridet janë problemi më i madh, sepse ato bëjnë që të kemi një rezistencë ndaj insulinës, dhe në këtë rast rrisim një rrezik më të lartë të inflamacionit arterial. Pra në qoftë se ne kemi kolesterolin e lartë shumë, po kemi trigliceridet poshtë dhe kemi nivelin e HDL-s shumë mirë, pra supozojmë kemi HDL 60, 70, këtu nuk duhet të shqetësohemi. Jo tregon, por nuk kanë ndonjë pse, sepse HDL-ja shkon në arterie, po më fal, LDL-ja shkon në arterie, po HDL-ja, pra
Pra kolesteroli mirë e merr, pra në ç'është kolesteroli mirë? E merr këtë yndyrë nga arteriet, të kolesterol dhe kthen përsëri në mërqi. Prandaj sa më i lartë jetë kolesteroli mirë, pra HDL-ja, dhe sa më poshtë janë trigliceridet, nuk mund të bëj sens pa u rritur këto. Të kemi, pra nuk na bën nuk sillin ndonjë pasojë kaq të rrezikshme. Po përsëri ne duhet të kemi përsëri një kontroll. Por baza kryesore është shiqenat e refinuar, vajrat industrial, mishi përpunuar, ushqimet e skuqura, alkooli tepër, karbohidretat, sidomos buka e bardhë, edhe orizi i bardh, po në shumë raste, dhe duhet të rritur yndyrnat e mira, perimet jeshile, frutat, erzat, çaji, kakaot, çajt e ndryshme, fibrat, ushqimet e mira për ta modifikuar e rregulluar më mirë. Mirë është që mos kemi nivel të lartë kolesteroli, por studimin që kemi parë, personat që janë mbi 60 vjet që jetojnë më tepër ku kanë kolesterol të lartë, pra kanë një gjatësi më të lartë. Disa studime lidhin në kolesterolin dhe me mbrojtjen ndaj Alzheimerit, demencës. Ndaj Alzheimerit dhe Parkinsonit. Jo vetëm pra edhe ndaj Parkinsonit dhe demencës dhe problemeve tjera të sëmundjeve neurodegenerative. Po, është e vërtetë. Në nivele jo shumë të larta. A mund të përmirësohet dhe të mbahet në kontroll kolesteroli vetëm me dietë, me anë të ushqimeve? Në qoftë se neve pra e përcaktojmë vetëm nga dieta, kjo është një gabim i madh, sepse njerëzit e bëjnë këtë dhe po ta shikosh. Ndryshojnë vetëm ushqimin, por çfarë lën pas? Lën stresin, lën mungesën e gjumit, pra kanë probleme gjumin dhe kanë një jetë sedentare. Pra dieta në shumë raste thonë nuk po na funksionon. Po është e vërtet nuk ka për të funksionuar, sepse dieta nuk punon vetëm. Qasja holistike thot shumë qartë, kolesteroli nuk është çështje vetëm e ushqimit, është problemi i mëlçisë, e cila është baza kryesore, është problemi i glicemisë, pra i rritjes së nivelit të insulinës, dhe në këtë rast ne duhet që të rrisim nivelin e ushqimit më të mirë, lëvizjen, gjumin, menaxhimin e stresit, sepse kolesteroli është një sistem alarmi, nuk fiket vetëm duke ndryshuar vetëm një buton, edhe alarmi mbaroj. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm nëse do të bazoheshim tek ushqime, çajra apo mënyra natyrale për përmirësimin mbajtje në kontroll të kolesterolit, cilat do të ishin ato? Edhe një herë, nuk do të ulësh kolesterolin, nuk mjafton që të heqësh apo duhet të shtosh. Pra nuk mund të themi që kolesteroli është më i dëmshëm, sepse edhe nuk do ta ulim poshtë një normative të saktuar. Kolesteroli tham për çfarë shërben trupit ton. Pra shërben për shumicën bazë kryesore të hormoneve që unë i thash. Por megjithatë, ushqimet më të mira për këta njerëz që duan ta ulin pak kolesterolin më shumë se ç'duhet, është tërshëra, sepse është një pastrues i mirë. Sepse përmban beta-glukan, e cila është një fibër e treshme dhe lidhet me kolesterolin dhe e nxjerr jashtë. Është nga më të mirat për pastrimin e LDL-s në këtë rast. E dyta janë arat, farat, aroret. Shumë njerëz i shmangin se kujtojnë se kanë yndyrë. Jo, kanë yndyra të pangopura. Ulin LDL-n dhe mbrojnë dhe elat e gjakut, pra në studimet që janë parë në histori, jo vetëm sot. Një dorë në ditë, pra një grusht në ditë është shumë, jo një qese apo një kile. Element tjetër janë bishtajoret, që janë metabolizuesit ose më saktë janë balancuesit metabolik në trupin tonë, siç është thjerza, fasulja, qiqra, këto duhen konsumuar 2-3 herë në javë. Fasulet, sa më shpesh të konsumohen aq më mirë, sepse stabilizojnë sheqerin gjak, nëse nuk kemi probleme zorën, se duke rregulluar zorën se mund të kemi edhe probleme zorën nga oligosaharidet dhe kemi probleme pastaj me gazrat. Po duhet ta rregullojmë këtë problemin e oligosaharideve. Por këto kanë vërtetuar që ulin në mënyrë indirekte LDL-n. Bishtaroret janë si një lloj frene për metabolizmin, ngadalsojnë gjithçka që dëmton trupin. Mos e harrojmë këtë. Bizelet, fasulet, thjerzat, çfarë e dëmton trupin që ne marrim nga duhani, nga ajri, e ngadalson kjo. Pra është një lloj frene për trupin tonë. Avokatua duhet konsumuar, se njerëzit mendojnë avokato ka yndyrë të lartë. Është një paketë yndyrnash të mira, se përmban yndyrna mono të pangopura si vaji i ullirit. Ka nivele të larta të kaliumit, të fibrave dhe antioksidantëve. Ne që folëm dhe për vezën, kombinimi me vezën është një kombinim perfekt. Sidomos perime jeshile, avokato, ullin, domate është nga më të mirat të shoqëruar dhe rigonin. Është një kombinim jashtëzakonshëm. Përmirëson dhe profilin lipidik në përgjithësi avokato, rrit HDL-n, pra kolesterolin e mirë e rrit, që na duhet, dhe ult kolesterolin e keq, që ndikon jashtëzakonisht shumë të rast. Pra kombinimi i kësaj që ti the i avokatos me vezë është nga mira. Pse? Nga më të mirat. Se ka protein, ka yndyra të mira, jep ngopje, bën stabilizimin e sheqerit në gjak, bën dhe një mbrojtje të zemrës. Nga ana tjetër kemi
çajrat më të mirë që ti the, Po. është çaji i jeshil, i cili quhet dhe çaji i mbrojtësve të enëve të gjakut, sepse është i pasur me katekina, pra një antioksidant shumë i fuqishëm, LDL dhe mbron enë të gjakut nga oksidimi. Nga ana tjetër çaji i hibiskusit, që bën dhe uljen e tensionit, po dhe të yndyrnave. Ul kolesterolin, ul tensionin, ka antioksidant shumë të fortë, po jo nuk duhet konsumuar më shumë se 2 javë rresht. Pra duhet ndërprerë sepse dëmton veshkat, nëse konsumohet për sasi të larta. Çaji hithërës është i pastruesi i gjakut dhe përveç pastruesit të gjakut dhe problemeve në mëlçi, pasurimi të hekurit në trupin ton ndihmon edhe në qarkullim, mbështet metabolizmin dhe është një lloj detoksi lehtë natyral. Nuk është i fortë si çaji i jeshil për këtë rast, por përdoret për mëlçim. Çaji i xhinxherit, duke konsumuar me limon, është një antiinflamator, përmirëson qarkullimin. Hudhra, pra konsumimi i hudhrës ndihmon në uljen e kolesterolit, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe në ana tjetër sjell dhe uljen e nivelit të glisemisë. Përdorimi i ushqimeve me probiotik, rregullimi i frymarrjes, konsumimi i çajit të murizit, konsumimi i aloe verës, nëse kemi mundësi, konsumimi i uthullës mollës, e përzir kryesisht me pak mjalt, me pak thri me speci pikant, me pak rozmarin, duke shoqëruar me hudhër. Pra, këto do ishin ndoshta nga më të mirat dhe ndoshta suplementi më i mirë që rekomandohet kur ata kanë një problem. Unë jam kundër, por në rastet caktuara mund të përdoret që 200 mg ditë. Është nga më të mirat për problemet e uljes së kolesterolit, edhe për koenzim Q10, edhe po ashtu edhe ndikon edhe te pjesa e mitokondrive në qelizat tona për ta rregulluar. Lëngu karrotës është shumë e mirë, nëse kemi kolesterol shumë të lartë, le të konsumojmë të bardhën e vezës për momentin e parë në vend të verdhës, të konsumojmë kivin pak më tepër, sallatën e rukolës, sepse endoteli problemi tek endoteli të bllokimi i arterieve tona të enëve në sistemin kardiovaskular nuk vjen nga niveli i kolesterolit, vjen gjithmonë nga një inflamacion i cili krijon disa rrëmza brenda endotelit. Pra, duke dëmtuar dhe duke u koncentruar kjo yndyrë që fillon bllokohet. Dhe kjo vjen edhe si shumë pasojë për disa arsye, nuk vjen vetëm për një arsye, po vjen për shumë arsye. Dhe një nga arsyet për ta rregulluar të gjithë është rritja e oksidit nitrik. Duke rritur këtë, pra epitelin e artereve që thanë me endotelin, atëre duhet shikuar edhe homocisteina, sepse homocisteina e lartë është një aminoacid toksik që ndëmton endotelin, stresi që duhet parë. Për këtë të oksidit nitrik në mos gaboj, jemi dhe krenar se kemi marrë dhe çmimin Nobel në mjekësi nga shqiptari Ferit Murad, apo jo? Për rolin e oksidit nitrik, që ka marrë çmimin Nobel. Ka marrë dhe çmim. Endoteli prodhon oksid nitrik duke relaksuar arterien dhe bën parandalimin e ngjitjes së trombocideve dhe ul inflamacionin. Pra, në fund fare, në mungesa e L-argininës dhe L-citrulinës, ai shteron. Dhe duke mos marrë nitrate natyrale nga perimet jeshile, nga rukola që është baza kryesore, nga panxari dhe elementë të tjerë, ne do filloj që kjo mungesa e L-argininës dhe L-citrulinës do filloj të bjerë. Dhe niveli oksidit nitrik nuk do prodhohet. Duke mos u prodhuar, do kemi probleme të larta. Duhen parë trigliceridet, sepse është nga elementet kryesorë që mund ta sjellim, është më të rëndësishme ndoshta është niveli i triglicerideve, dhe duhen shtuar pastaj gjithë to rukola, spinaçi, selinoja, majndanozi, erzat, kurkuma, murizi që ne tham, ndoshta edhe ginkgo biloba, pra edhe një si suplement shtesë, dhe sa më shumë sasi të këtyre ushqimeve me vitaminën C, edhe me vitaminën E, dhe me vitaminën K, sepse janë nga kryesoret për problemet e arterieve, duke ulur edhe duke rregulluar problemin e kalciumit në arteriet tona, por uljen në nivelin e homocisteinës. Dhe ecja, aktiviteti, gjumi cilësor më i madh, mos hahet shpesh në sasi të larta, stresi e të gjithë janë elementë që ndikojnë. Ujit dhe rregullimit i frymarrjes, është baza kryesore dhe aktiviteti fizik. Qartë. Faleminderit shumë për gjitha informacionet që përcollëm sot Altin, ditë të mbarë, të gjitha këshillat do t'i gjeni edhe në kanalin ton në YouTube në Reze Dielli, duke ju lënë vazhdim të këndshëm të programacionit të Report Televizion, bashkë do të shihemi nesër.